Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Thirrjet e presidentes së Maqedonisë së Veriut, Gordana Silanovska Davkova, kundër kërkesës së studentëve shqiptar që provimi i jurisprudencës të mbahej në gjuhën shqipe ka ngjallur reagime në qarqet politike. Kreu i BDI-s Ali Ahmeti nënvizoi se marrëveshja e Ohrit, e cila vendosi themelet e bashkëjetesës dhe barazisë mes komuniteteve në shtet, përfshiu avancimin e të drejtave gjyqësore të shqiptarëve. Sipas tij, në këtë kontekst, kundërshtimi i përdorimit të gjuhës shqipe në një proces kaq të rëndësishëm akademik shihet nga njohësit si një hap prapa nga standardet e përcaktuara në marrëveshje dhe nga fryma e barazisë që synon të garantojë. Sekretari i përgjithshëm i BDI-s Arber Ademi në intervistë televizive informoi për krijimin e një grupi pune nga qeveria për të gjetur zgjidhje, kur përgjigjja sipas tij është e shkruar në ligj. Sipas përfaqësuesit të partisë më të madhe opozitare shqiptare në Maqedoninë e Veriut, ligji i provimit të jurisprudencës është miratuar pas ligjit për përdorimin e gjuhëve. Në këtë mënyrë, sipas tij, e bën ligjin të pavlefshëm. Pyetja thelbësore do të ishte: a kanë të drejtë ligjore studentët që të futen në Shqip? Para mendoni, në qeveri po formohet grup punues për gjetur zgjidhje. Çfarë zgjidhje, kur zgjidhja ekziston? Ministri i Punëve të Jashtme i Shqipërisë Ferit Hoxha konfirmoi edhe një herë mbështetje për studentët e Republikës Maqedonisë së Veriut lidhur me të drejtat gjyqësore. Në një takim në Tiranë me përfaqësues të tyre, ministri Ferit Hoxha shkruan se në bisedën me studentin Mevlan Ademi dëgjoi me vëmendje kërkesat e tyre për respektimin e plotë të drejtave për përdorimin e gjuhës shqiptare në kuadër të zbatimit të qartë të paekuivok dhe konsekuent të marrëveshjes së Ohrit si themeli barazisë dhe i funksionimit efektiv të shtetit në një shoqëri multietnike. Sipas ministrit të Punëve të Jashtme të Shqipërisë, mbështetja për këto vlera është thelbësore në funksionimin dhe forcimin e institucioneve demokratike dhe për një të ardhme më të mirë, më të drejtë, të bazuar në ligj dhe gjithëpërfshirëse. Opozita shqiptare kërkon bashkëpunim për çështjen e studentëve shqiptar të Maqedonisë së Veriut. Deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa kërkoi në kuvent që deputetët e mazhorancës të bashkohen për të bërë një deklaratë përbashkët në emër të Kuvendit të Shqipërisë lidhur me protestën e studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut, të cilët kërkojnë të drejtën për të zhvilluar provimet në gjuhën shqipe. Në fjalën e saj në kuvent, Zhupa tha se kanë ndjekur dhe prononcimet e deputetëve të Partisë Socialiste dhe të Partisë Demokratike në lidhje me protestën e studentëve shqiptar të Maqedonisë së Veriut. Forcimi i bashkëpunimit ndër shqiptar, ruajtja e vlerave kombëtare dhe avancimi i perspektivës europiane të rajonit ishin në thelb të takimit të zhvilluar në Tiranë ndërmjet kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama me kreun e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Më herët i pranishëm në samitin e diasporës zhvilluar në kryeqytetin e Shqipërisë, Ahmeti shpreu shqetësimin se gjuha shqipe është në rrezik në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ai nënvizoi arritjet e marrëveshjes së Ohrit dhe tha se çdo koment tjetër është në dëm të saj. Suksesi i marrëveshjes së Ohrit dhe të arriturat e marrëveshjes së Ohrit, që nga simbolet kombëtare, arsimi në gjuhën shqipe, e folura në administratë e gjuhës shqipe dhe përfundimi i ligjit të gjuhës shqipe, që është konform marrëveshjes së Ohrit, gjuhën të cilën e flasin mbi 20% të qytetarëve në Republikën e Maqedonisë sa atëhershme që ishte Republikë Jugoslave. Gjithashtu është gjuhë zyrtare si dhe në alfabetin e saj. Dhe çdo koment tjetër që mund të bëhet, a mund të bëhet ligj më i mirë, a mund të bëhet kështu, a mund të bëhet ashtu, është vetëm për ta gërry përfundimisht marrëveshjen e Ohrit dhe për të ndryshuar karakterin kësaj marrëveshje ndërkombëtare. Sipas tij, Maqedonia e Veriut ka nevojë për shqiptarët ose në të kundërt nuk ka të ardhme. Të drejtat e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, kryesisht me përdorimin e gjuhës shqipe, përfaqësimin e institucione dhe nevoja e bashkimit të faktorit politik shqiptar, kur bëhet fjalë për të mbrojtur çështjet që lidhen me mbrojtjen e të drejtave të tyre, ishte në thelb të takimit ndërmjet presidentit të Republikës së Shqipërisë me kryeparlamentarin e Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi. Në deklaratën zyrtare të shpërndarë nga presidenca thuhet se shqiptarët janë faktor shtetformues në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Garantimi institucional me kornizë ligjore detyruese të drejtave të fituara dhe jo produkt i balancave të rastësishme është një garanci më shumë për avancimin real të Republikës Maqedonisë së Veriut drejt proceseve integruese, apelon Bajram Begaj. Sociale. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histra Miskovski vlerëson se ligji për arsimin e lartë nuk është një çështje politike, por shtetërore nga e cila varet e ardhmja e vendit. Sipas tij, ligji i propozuar nuk po hartohet pas dyerve të mbyllura, por përmes debatave me universitetet dhe është një zgjedhje e përbashkët me komunitetin akademik që do të japë rezultate. Ky nuk është ligji i qeverisë apo çështje politike, por një çështje shtetërore nga e cila varet e ardhmja e vendit dhe e të rinjve të cilët aktualisht nuk e njohin cilësinë e arsimit të lartë.
deklaroi kryeministri Istria Mickovski. Në konferencë së bashku me ministrin e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska dhe në pranitë e rektorëve të 7 universiteteve publike, ai theksoi se duhet të ndalen eksperimentet dhe se nevojiten zgjidhje sistemore pasi arsimi është themeli i çdo shoqërie. Ministri i Arsimit dhe Shkencës në Maqedoninë e Veriut, Vesna Janevska, tha se beson që dhe opozita do të mbështesë ligjin për arsim të lartë. Janevska tha se janë në komunikim dhe me deputetët në kuvend. Nga kjo mbledhje mund të shihni se ka mbështetje të ligjit sepse këtu janë të pranishëm jo njerëz të politikës, por njerëz nga sfera akademike që e kanë me rëndësi prosperitetin e këtij vendi. Në arsim, në akademi nuk ka politikë, respektivisht deri tani ka pasur dhe për këtë gjendemi në këtë nivel të arsimit në të gjithë nivelet, ndërsa tani ne ofrojmë model të ri, model që thotë se kjo është më me rëndësi se gjithçka tjetër, të ri në vend, tha ministri i Arsimit e Maqedonisë së Veriut, Vesna Janevska. Aktualitet. Ambasadore izraelite në Maqedoninë e Veriut dënon përpjekjet për djegjen e sinagogës në Shkup. Vivian Eisen shkruan se ky është një incident thellësisht shqetësues antisemit në Maqedoninë e Veriut, i pari që nga viti 1945 dhe godet vlerat e bashkëjetesës që komuniteti hebrej vlerëson. Mbështes komunitetin dhe u bë thirrje autoriteteve të vendit të nxjerrin përgjegjësit para drejtësisë, tha ambasadorja Eisen. 2 persona me motocikletë u ndalën të dielën para sinagogës në Shkup në një përpjekje për të vendosur zjarrin objektit hebreik në Maqedoninë e Veriut. Nga pamjet e kamerave të sigurimit duket se kjo mbeti vetëm tentativë. Nga Ministria e Brendshme u tha se rasti po hetohet dhe po merren masa për gjetjen e autorëve. Oficerët e policisë kanë dalë në vendngjarje dhe po merren masa për zbardhjen e rastit, tha zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Goçe Andrev. Bashkësitë fetare në Maqedoninë e Veriut dënuan incidenten e fundjavës në Shkup ku u përpoq të digjë ndërtesa e bashkësisë hebraike dhe sinagogës. Krerët e komuniteteve shprehen solidaritet dhe mbështetje për komunitetin hebraik. Kryetari i komunitetit hebraik në Maqedoninë e Veriut, Pepo Levi, theksoi se bashkësitë fetare në vend kultivojnë bashkëpunim afatgjat, dialog konstruktiv dhe mbështetje të ndërsjellët në çdo fushë. Nuk e dim nëse bëhet fjalë për terrorist apo ligan, por fakti është se jashtë të quajturi Shteti Islamik kishte bërë thirrje përpashk që të digjen objektet fetare të krishtera dhe hebraike. Nëse kjo ngjarje është rezultat i asaj thirrje apo diçka tjetër, do ta përcaktojë policia, tha kryetari i Bashkisë Hebraike në Maqedoninë e Veriut, Pepo Levi. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.